Sektori i bujqësisë, dikur i cilësuar si motori i ekonomisë rurale, sot po përballet me një periudhë më kritike duke u kthyer në nyje kyçe të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që fermerët janë derdhur në rrugë në protesta të vazhdueshme për mungesën e mbështetjes, heqjen e subvencioneve dhe rritjen e kostove të naftës, qeveria duket se po tenton të transferojë përgjegjësinë e financimit te sektori bankar. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për programin Dy fishos sipërmarrjen tënde, kryeministri Edi Rama ka kërkuar nga bankat private që të tregohen më kurajoze në kreditimin e bujqësisë, një sektor që mbetet i lënë pas dore nga politikat fiskale dhe i goditur nga pezullimi i fondeve të BE-s pas dyshimeve për korrupsion. Në këtë aktivitet ishin fjalët e kryeministrit dhe guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Genceko, ato që dëshmuan përpjekjen për të gjetur burime alternative financimi për një sektor që po lëngon. Problemi ka qenë financimi i aksesueshëm dhe i arsyeshëm në pamundësi për të marrë kredit normale, komerciale, të cilat nuk mund t'i përballojnë për të hedhur hapin tjetër. Dhe kështu ka lindur edhe ky projekt, i cili fillimisht ishte një projekt i dedikuar për bujqësinë, nga i cili ne nxorëm mësimet tona bashkarisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Nuk do harroj të them se bankat duhet jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku patjetër niveli i riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më se projektet nga ky sektor të financueshme duhet jenë projekte që kanë natyrshëm një risk më të ulët dhe që lidhen me agrobiznesin, që lidhen me inovacionin. Në të njëjtën linjë si Rama, guvernatori Seko ka kërkuar nga industria bankare që të kthejë syt nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, veçanërisht ato në zonat rurale, duke e parë këtë si një domosdoshmëri për qëndrueshmërinë e vendit. Në veçanti segmenti i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, i cili përbën shtyllën kurrizore të ekonomisë shqiptare, duke gjeneruar pjesën ndërmuese të vlerës së shtuar dhe ofruar punësim për pjesën më të madhe të shoqërisë, ka një akses relativisht të ulët në kredi. Për këto arsye, rritja e kredisë për këtë segment duhet konsideruar si një prioritet i rëndësishëm kombëtar. Një akses më i lartë në kredi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme do t'i hapte rrugë zgjerimit më të shpejt potencialeve prodhuese të vendit, rritjes më të shpejt të produktivitetit total të ekonomisë dhe përmirësimit më tejshëm të mirëqenies së shoqërisë. Opozita ka akuzuar ashpër kabinetin qeveritar duke pretenduar se keq menaxhimi dhe abuzimet kanë çuar në humbjen e miliona eurove nga programet e Bashkimit Evropian. Sipas ish-kryeministrit Sali Berisha, bëhet fjalë për një dëm prej 134 milion eurosh që ishin destinuar për fermerët, por që janë avulluar përmes skemave korruptive, duke lënë fshatin pa mbrojtje financiare. Përtej thirrjeve për kuraj bankare, realiteti në terren mbetet i zymt, pa një strategji të qartë mbështetje direkte dhe me hijen e vjedhjes së fondeve të BE-s, bujqësia shqiptare rrezikon të mbetet sektori më i pambrojtur dhe një pengesë serioze në rrugëtimin evropian të vendit.